Të nderuar përfaqësues të mediave, në preskonferencën e sotme, dua të informoj për risitë që kemi parapar në propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për evidencat në fushën e shëndetësisë, me të cilin bëjmë një hap të rëndësishëm drejt digitalizimit të plotë të sistemit shëndetësor. Qëllimi ynë është që të dhënat shëndetësore të menaxhohen në formë moderne, të sigurt dhe të ndërlidhur, duke përmirësuar kështu edhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore për pacientët në shtetin tonë. Me këtë zgjidhje ligjore, e cila në ditët në vijim do të publikohet edhe në Ener, te kalohen kufizimet e deritanishme në sistemin e evidencave shëndetësore dhe mundësohet për herë të parë administrimi i tyre plotësisht elektronik përmes sistemit kombëtar për evidencë elektronike shëndetësore. Kjo do të thotë se dokumentacioni mjekësor, udhëzimet, recetat, raportet dhe regjistrat do të ruhen në mënyrë digjitale, ndërsa dokumentacioni në letër do të përdoret vetëm në situata të jashtëzakonshme, atëherë kur si zgjidhje do të jetë letra, kur do të ketë ndërprerje eventuale të sistemit. Një nga risitë kryesore është rregullimi i dosjes elektronike shëndetësore për çdo pacient, e cila do të përfaqësoj burim qendror të gjithë të dhënave shëndetësore për pacientin, nga kontrollimet dhe rezultatet, deri te udhëzimet, te recetat dhe shërbimet e telemjekësisë. Kjo do të mundsojë ndjekje më të mirë të gjendjes shëndetësore të pacientëve dhe kujdes shëndetësor më efikas. Ligji gjithashtu parashikon interoperabilitet teknik dhe semantik të gjithë sistemeve informatike shëndetësore në shtet, që do të thotë se të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private do të duhet të përdorin sisteme të harmonizuara me sistemin kombëtar nacional. Kjo do të realizohet përmes vendosjes së certifikimit të sistemeve informatike dhe regjistrimit të tyre të detyrueshëm të çdo qasje të dhënave shëndetësore me qëllim ruajtjen e sigurisë dhe të transparencës. Me zgjidhjet e reja ligjore, përmirësohet ndjeshëm edhe qasja e qytetarëve në dosjet e tyre shëndetësore përmes një portali elektronik ose aplikacionit mobil me rregulla të qarta për qasje në rastin e personave të mitur dhe me mundësi për autorizim i një personi të tretë për qasje në sistem. Për herë të parë, gjithashtu rregullohet edhe integrimi i telemjekësisë në sistem mobil, mHealth, një sistem kombëtar shëndetësor ku shërbimet telemjekësisë tani ma fitojnë të njëjtën vlefshmëri juridike si kontrollet fizike që janë deri tani. Propozim ligji gjithashtu parashikon mundësinë e përdorimit sekondar të dhënave shëndetësore të anonimizuara ekskluzivisht për qëllime me interes publik, për kërkime shkencore, për statistika apo për arsim dhe zhvillim të politikave shëndetësore. Në të njëjtën kohë, ndalohet rreptësisht çdo përdorim që mund të çojë në diskriminim, profilizim apo dëm ekonomik për individin. Me ndryshimet, gjithashtu parashikohet edhe centralizimi dhe integrimi i regjistrave shëndetësor brenda sistemit kombëtar elektronik, si dhe forcimi i standardeve të sigurisë, me detyrim për institucione shëndetësore që të vendosin sisteme për menaxhimin e sigurisë së informacionit dhe të raportojnë çdo incident të mundshëm të sigurisë në sistem. Ndryshimet e propozuara ligjore janë pjesërisht të harmonizuara me rregulloret më të reja evropiane në fushën e shëndetësisë digjitale, përfshirë edhe rregulloren për hapësirën e evropiane të dhënave shëndetësore. Me këtë ligj, vendosen themelet për një sistem modern, të sigurt dhe interoperabil për menaxhimin e të dhënave shëndetësore, i cili do të kontribuojë në cilësinë më të mirë të shërbimeve shëndetësore në shtet, funksionimin më efikas të sistemit shëndetësor dhe qasje më të mirë të qytetarëve në shërbim, duke ndjekur trendet bashkëkohore në fushën e shëndetësisë. Të nderuar, siç e dini, tashmë janë në fazë përfundimtare ndryshimet në 12 ligje nga fusha e shëndetësisë dhe sapo finalizohen, po i publikojmë ato në Ener. Konkretisht, tashmë janë publikuar ligji për mbrojtje shëndetësore, ligji për mbrojtje nga duhani, ligji për sigurimin shëndetësor, ndërsa pardje ju informuam edhe për ligjin për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse, ku gjithashtu parashikohen edhe në këtë ligj risi në kuadër të përpjekjeve tona për digitalizim të shëndetësisë. Ju falenderoj shumë. Urdhëroni pyetje, po verete prashëm.